Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Kreu I Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi I qëndron ides se zgjedhjet e 11 majit ishin të denja për një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Pak orë pas publikimit të raportit të ODIHR, krye komisioneri I dha goditjen finale Sali Berishës me pretendimin e tij për një farsë zgjedhore. Në emisionin Real Story të Sokol Ballës, këtu në ABC News, Celibashi tha se Partia Demokratike nuk ka dorëzuar ende kontratën e fushatës me Laçivitën dhe dokumentacionin për financimin e saj. Pas raportit OSBE-ODIHR edhe kreu I Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi I ftuar në emisionin Real Story të Sokol Ballës në ABC News, I dha goditjen finale Sali Berishës për farsën e tij. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju I qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, I cili përfaqësohet nga opozita. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e kush është vullneti I votuesve shqiptar. Pra farsë nuk pati. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një farsë, atëherë nuk do të isha akoma në krye të KQZ-s. Në krye të KQZ-s. Por Celibashin nuk e prek doktori në plag, aty ku vërtet I dhëmb, ku është kontrata për ish fushatuesin e tij, Kris Laçivita. Gjitha partitë politike që morën pjesë në fushatë zgjedhore akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam përshtypjen lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj. Kam përshtypjen lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di po. Fushata e kanë shkelgjë afatin? Akoma jo. Absolutisht jo. Se kanë shkelë kanë kohë. Raporti OSBE-ODIHR mbylli edhe 11 majin. Kreu I Komisionit Qendror është më shumë I interesuar me çfarë do bëhet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do ulen në reformë zgjedhore dhe I bashkon një pikë, sistemi. Rama kërkon 101 deputet, opozita s'dihet çfarë kërkon. Për Celibashin konsensusi duket I vështirë, por mendon se më tepër humbim partitë e vogla. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematikë e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Ai vendos të bëjë një asist tjetër doktorit për komisionet zgjedhore për të mos përjashtuar Partinë Demokratike, kundërshton idenë e Partisë Socialiste. Majoranca ka si ide me të paktën nga çfarë është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë përjashtuar tërësisht nga administrimi I procesit. Shumica e antarësisë të jetë përzgjedhur nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga një. Raporti OSBE-ODIHR ndryshe nga herët e tjera është I vagullt, por në vlerësime nxjerr një fitues të madh, Ilirian Celibashin. Kreu I Komisionit Qendror Zgjedhor këtë medalje nga ndërkombëtarët ja var votës së diasporës, pavarësisht ngërçit me kontratën e DL-s, I vë votën që nuk ja jep as vetes. Gati 10. Raporti final I misionit vëzhgues të ODIHR I quan konkurruese zgjedhjet e 11 maj, duke vlerësuar edhe procesin e votës së emigrantëve për herë të parë si një sukses. Raporti risjell problemet adresuara në të shkuarën si pretendimet për patronazhim dhe ndikimin direkt të pushtetit mbi votuesit. Raporti cilëson ligjin elektoral si favorizues për 2 partitë e mëdha dhe kërkon që reformat të nis tani dhe jo kur të afrojnë zgjedhjet. Raporti thotë se procesi ditën e votimit duhet të shkëputet nga përfaqësuesit e partive politike. OSBE-ODIHR ka publikuar raportin me gjetjet finale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në tërësi, raporti thotë se fushata u zhvillua e qetë dhe zgjedhjet ishin konkurruese.
Zgjedhjet ishin konkuruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u zhvilluan në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushte të barabarta loje. Megjithatë, shqiptarët sipas OSBE-u DIR patën mundësi zgjedhjeje mes disa alternativave më 11 maj. Ndërsa konkurrentët bën fushat lirisht dhe votuesit kishin mundësi zgjedhjeje midis alternativave politike, fusha e lojës ishte pabarabartë, me partinë në pushtet që përfitonte nga përdorimi i burimeve administrative dhe ndikimi institucional. Për ditën e zgjedhjeve, raporti thotë: Dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe transparente, por në shumë vende nuk u respektuan procedura gjatë hapjes dhe votimit, me disa raportime për friksim dhe nxitje të votuesve. Në përgjithësi, vëzhguesit patën akses të mjaftueshëm për të vëzhguar të gjithë procesin. Në raport përmenden dhe akuzat për patronazhistët. Shumë bashkëbisedues të monitoruesit vendor zonal të ODIR-it ngritën shqetësim në lidhje me ndikimin e rrjeteve të patronazhit në të gjithë vendin. Edhe procesi votimit u vlerësua i qetë në shumicën e rasteve, ndërsa citon dhe futjen për herë të parë të votimit nga jashtë, që është parë si një moment i rëndësishëm. Por sërish rekomandimet e hershme, thekson raporti, mbeten të patrajtuara, veçanërisht ai depolitizimit të administratës në nivelet ulta. Për të siguruar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet i kushtohet vëmendje depolitizimit të procedurës së emërimit të administratës zgjedhore të nivelet më të ulët, duke kufizuar gjithashtu zëvendësimet arbitrare dhe të minutës së fundit të anëtarëve të komisionit. Partive politike u rekomandohet gjithashtu që të shmangin ndryshimet ligjore në afatet limit, duke theksuar se çdo ndryshim duhet të kryhet në kohë. Kuadri ligjor zgjedhor duhet të reformohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, përmes një procesi konsultativ gjithëpërfshirës, shumë kohë para zgjedhjeve të ardhshme, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Teknologjia në zgjedhje ishte një tjetër çështje që përmendet në raport. Këtu OSBE-u DIR kërkon që vendimet për përdorimin e teknologjisë të përmbahen ligjet dhe jo të merren si përgjigje e presionit politik. Nëse në të ardhmen merret në konsiderat zgjerimi i votimit elektronik, atëherë përdorimi i teknologjive të votimit duhet të menaxhohet në një mënyrë gjithëpërfshirëse, transparente dhe të integruar. OSBE-u DIR i rekomandon dhe KQZ-s se duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar ndikimin e padrejtë mbi votuesit në qendrat e votimit. Një tjetër ish zyrtare, drejtuese e pakënaqur nga Sali Berisha, i largoi demokratëve për të gjetur vend në administratën socialiste. Ish kryetaria e degës Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikolo, emërohet nënkryetare e bashkisë në këtë qytet. Në zgjedhjet e 11 majit ajo nuk mori një vend në listën e sigurt edhe pse ishte renditur e treta në primaret e Sarandës. Operacioni demokrati që duam nuk ndalet. Ish kryetaria e Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikolo, ka pranuar ofertën e Partisë Socialiste për të mbajtur postin e nënkryetares së Bashkisë Sarandë, drejtuar nga Oltion Caci. Nikolo, deri në mars të këtij viti, ishte kryetare e degës së Partisë Socialiste në Sarandë, e zgjedhur me vot nga demokratët që prej procesit të rithemelimit. Ajo e la postin si kusht statutor për të kandiduar në primaret e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Nikolo mori 446 vota duke u renditur e treta pas rivalitetit të fortë me deputeten e partisë Sina Zhupa dhe Atirt Hoxhën. Nuk ja doli të ishte në listën e mbyllur të Partisë Demokratike në Vlorë, ndaj u tërhoq edhe nga lista e hapur e kandidatëve. Kështu, Manjola Cikuli Nikolo i bashkohet Genc de Romemajt në Vlorë dhe Zheni Gjergjit në Elbasan, si zyrtare Partisë Demokratike që i bashkohet Partisë Socialiste në administratën shtetërore. Operacioni në Sarandë ka filluar me erët. Në muajin janar, Bashkiaku Socialist Caci emëroi si drejtor të shërbimeve publike ish kandidatin për deputet të Partisë Demokratike dhe këshilltarin bashkiak opozitar Joli Odine. Pas socialistëve, duket se edhe demokratët kanë ngritur një kurs të shpejt trajnimi për deputetët e rinj, por Akademia e Demokratëve ka një kurrikul më të shkurtër për ligjvënësit e rinj. Sali Berisha u dha atyre një leksion mbi dhunën në kuvend, si t'i binden listës së tij dhe se si të dinë të menaxhojnë humbjen. Partia Socialiste ka akademin politike për të mësuar deputetët të menaxhojnë fitoren, kurse doktori atë të menaxhimit të humbjeve. Deklarata e fundit për largimin e Sali Berishës si kryetar ka tronditur Selim Blu, ndaj doktori thirrri intrues për të trajnuar të rinjt, si për të kujtuar se ata janë aty, jo nga vota e popullit, por nga lista e tij. Shumë funksione dhe detyra mund të mirë gjatë jetës, por si ai i deputetit nuk është asnjë. Ju jeni deputet me dorë në xhepa.
Jeni njerëz pa asnjë staf. Çka e gjymton punën e parlamentit? Dhe si me duar në xhepa u kërkoi deputetëve të mos i shkelin më vijat e kuqe. Në çdo hap, në çdo veprim, në çdo votim, në çdo analizë, deputeti dhe ai që merret me politikë, ato duhet të ketë linjat e shenjta të kuqe që s'mund të preken, s'mund të kalojnë. Për herë të parë e pranoi se aksioni i dhunshëm në kuvend i Partisë Demokratike është një vije kuqe që e kanë kaluar më shpesh se sa duhet. Është e vërtetë se opozita mund të teprojë në qëndrimet e saj, por kjo nuk do thotë kur të shkatërrohet parlamenti dhe parlamentarizmi. Por në këtë leksion morën pjesë vetëm 12 deputet, nga njëri krah reshti niste me më të rinjt, djalin e Fariut, deputeten e Çapjave dhe të Ilir Vrenozit. Nga krahu tjetër, më të persekutuarit e vjetër, Tomo Ralizotin, dhe e përmbyllej me të persekutuarin e ri të Vetingut, Gjingjonin. Por disa kishin dal nga reshti. I pari mungonte Besar Xhaferi, i cili pas deklaratës për doktorin, thot se ka shkuar në Washington, po trajnohet aty ku nuk shkel dot doktori. I dyti Gazmend Bardhi, ai ka ikur për trajnim në Gjenev, nga ku shfaqet me një foto shumë gjyshe, me Bora Muzhaqin në krahun e majt dhe një homolog nga Zimbabveja në krahun e djath. Ashtu si video e Xhaferit që mbetet tashmë në internet, edhe cicërima e Bardhit për babin e Xenit dhe Gërdecin vijon të mbetet në profilin e tij zyrtar në platformën X prej 3 vitesh. Kurse në krah të Gjingjonit mungoi ish homologu i tij magjistrat dhe deputeti i ri, Arjan Doja, një mungesë e paralajmëruar, pasi pak ditë më parë, në sallën e parlamentit, ai deklaroi se me tryezat nuk do të ketë një raport si ai i doktorit. U bëj thirrje edhe herë, mua s'm keni pa për tirat avolinave, s'keni vërtet më pa ndonjëherë për tirat avolinave. Aq më tepër që po ta them, që i pjesë prej nesh, paktën 6 prej nesh, nuk janë as produkt i listave të mbyllura që të vinë me kokën ulur këtu edhe të bëjnë veprime me rregji. Të tjerë që munguan ishin edhe Denis Avata, Ivi Kaso apo Manjola Luku, por Berisha edhe atyre në mungesë u dha një këshill të fundit. Një relacion, një raport është më thelbësori. Raporti gjitha raporteve tuaja, raporti me zgjedhësit. I pari që e ka dëgjuar këshillën nuk është deputet, por një politikan i ri në tentativë. Ai është parë duke ngrënë akullore rrugëve i pavarur. Shie, na bo 1, 2, 3, 4, 5 akullore. Tirana dhe Londra bashkëpunuan ngushtë për të ulur ndjeshëm numrin e shqiptarëve që shkonin në rrugë ilegale drejt Anglisë. Në intervistë për BBC, kryeministri Rama tregon se pas marrëveshjes dypalçe, Shqipëria dhe Britania krijuan një ekip të përbashkët dhe shkëmbimi i informacioneve në kohë reale solli suksesin. Rama përsërit ndërkohë se ndryshe nga marrëveshja me Italinë që ishte unike, në Shqipëri nuk do të ketë qendra pritje azil kërkuesish nga Britania. Mira shqiptari jashtë vendit po tregojnë interes për të investuar kursimet e tyre në vendlindje me mbështetjen e qeverisë përmes të ashtu quajturës paketa e maleve. Vetëm në disa muaj kanë aplikuar rreth 4.000 qytetarë dhe presin të përfitojnë hapje biznesi pa taksa për 10 vite. Kryeministri Rama ka qenë i ashpër me disa bashkiak që nuk kanë dorëzuar hartat e zonave prioritare, duke penguar nisjen e procesit. Policia shqiptare ktheu mbrapsht në Rina si një map të huaj 82 vjeçar duke i refuzuar hyrje në vendin ton. Agjentat e policisë morën në pyetje klerikun që vinte tranzit nga Serbia në Rina, si mami nga Trinidad Tobago, nuk dha arsye bindëse për hyrje në Shqipëri, ndërsa në rrjetet sociale ishte njoftuar më herët se ai vinte për të mbajtur legjërata fetare. Punimet në autostradën Tiranë-Durrës po ecin me ritme të shpejta, një segment i rëndësishëm për lëvizjet nga Tirana drejt aeroportit të Rinasit, ai nga kthesa e Kamzës deri pranë mbikalimit të Kasharit do të përfundojë në fund të këtij viti. Zëvendës kryeministri Balluku tha se kanë mbetur edhe 200 metrat e fundit pranë mbikalimit të Kasharit. Loti i parë i autostradës Tiranë-Durrës me gjatësi prej 6 kilometrash, i cili nis nga kthesa e Kamzës deri tek mbikalimi i Kasharit,
do të hapet për qarkullim në fund të muajit dhjetor. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku inspektoi kantierin, ndërsa theksoi se punimet po ecin me ritëm të shpejtë. Sigurisht kemi dhe dy nyje të lidhse, njërën me Laknasin dhe tjetrën ura e re që do të ndërtohet për njëra nga hyrjet në Rinës, pasi Rina si tashmë ka shumë hyrje dhe e gjitha kjo ne shpresojmë që pa dy hyrjet sigurisht ta dorëzojmë pra fazën e parë dhe fazën e dytë ta dorëzojmë për akses në fund të muajit dhjetor. Sigurisht duke bërë një ajustim të trafikut, pasi nga 4 korsi, pra 3+1, që është emergjenca, do duhet që të kaloj në pjesën e ngushtë, pra tek pjesa e pas mbikalimit Kasharit, por që da ajo është në planet tona për të zgjeruar sa më parë. Segmenti i parë i Tiranë-Durrës transformohet tashmë nga një superstradë në një autostradë tipit A me 4 korsi. Tashmë autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para, duke nisur nga Casa Italia dhe deri në mbikalimin e Kasharit, kthehet në një autostradë të tipit A me një kuror 32.5 metra gjerësi. Kemi 3 korsi nga 2 akrahët plus një korsi emergjence që e bën me 4 korsi nga të 2 akrahët. Ecuria e projektit është shumë e mirë. Një element i rëndësishëm i projektit parashikohet që të jetë edhe integrimi i gjelbërimit për gjatë gjithë aksit. Kemi komplet plane tjera për gjithë arredimin urban, por edhe për gjelbërimin e autostradave, madje kemi nisur nga puna edhe për të bërë një ndryshim brenda tuneleve të Shqiponjës, për sa i përket arredimit, duke qenë se janë hyrja zyrtare e Tiranës. Pritet që në përfundim të 2 fazave të para, trafiku në këtë segment të autostradës të lehtësohet ndjeshëm, duke përmirësuar lëvizjen e automjeteve ndërmjet Tiranës dhe Durrësit e jo vetëm. Apeli rrëzoi për të disa të erë kërkesën e Ilir Metës për të uliruar nga qelia. Gjykata nuk ndryshoi masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa një vit pas arrestimit të ish presidentit Meta, dosja e tij është dërguar nga SPAK në gjykatë, ku ende nuk ka nisur gjykimi. Policia e Durrësit vuri në pranga 4 persona të përfshirë në konfliktin e djeshëm në një lokal në Manzë, ku vran 2 të rinj, 4 të arrestuarit banor të Manzës, dyshohen për mos kallëzim krimi. Veç të riu Daniel Pepa, autori njërës prej vrasjeve, policia ka shpallur në kërkim dhe një 30 vjeçar që e ka ndihmuar të largohet, i cili akuzohet për përkrahje të autorit dhe mos kallëzim krimi. Në këtë ngjarje mbeten të vrarë Florian Paluçi dhe Aranit Kurti. Gjykata e Durrësit kanë dhënë dënim maksimal me burg për jetë për Hysen Metën për vrasjen e të atit në Shënvlash në shkurt të vitit 2024. Edhe antarët e tjerë të familjes Meta që bashkëpunuan dhe fshehën vrasjen e kryefamiljarit janë dënuar gjithashtu me burg. Gruaja dhe fëmijët e tjerë ndihmuan autorin e vrasjes Hysen Meta për të groposur trupin e babait të vrarë në përpjekje për të fshehur krimin. Mirë për këtë ngjarje, por edhe për ngjarje të tjera, bashkohet me mua në një komunikim të drejt për drejt, profesori Ervin Karamuço. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit, kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma. Profesor, fillimisht dua të flasim për ngjarjen e parë ku policia ka kthyer në Rinas një imam të huaj që kishte komentuar në fakt përplasjet mes Izraelit dhe Iranit, i cili po vinte në Shqipëri për të mbajtur legjërata fetare. Por si e shikoni ju këtë ngjarje dhe çfarë arsye më konkrete mund të ketë pasur për këtë vendim të policisë? Është një personazh me shumë drithije në lidhje me ekstremizmin dhe her pas here është akuzuar se ka inspiruar ekstremizëm të dhunshëm dhe antisemitizëm në shumë rajone ku ai predikon, sepse ai është shëtitës, është një imam më së shumti shëtitës. Është paralajmëruar her pas here që Shqipëria nuk është një vatër ku mund të kultivohet ekstremizmi dhe antisemitizmi, nuk e ka dëgjuar këtë, përkundrazi ka ardhur në petkun e një predikuesi të thjesht, por në ligjëratat e tij janë vënë re përmbajtje të ekstremizmit të dhunshëm, jo nga ajo që predikojnë imamët normale të respektuar në Republikën e Shqipërisë, pjesë të komunitetit musliman. Kështu që kjo vjen kundër interesave kombëtare, rendit dhe sigurisë publike, dhe për këtë arsye policia antiterrori në një punë shumë të suksesshme dhe të koordinuar me agjencitë e zbulimit amerikan dhe ato izraelite, kanë bërë të mundur që të mbledhin më shumë informacion për
këtë vizitë, e cila do të ishte pak më ndryshe se vizitat e tjera, por informacionet janë shumë të rezervuara dhe mbaren sekret, dhe kanë bërë të mundur që ky person mos të shkel në territorin shqiptar, por direkt pa u vullosur pasaportat, të ri aty në një zonë neutrale për të pritur avionin e radhës që ta kthejë atë në Beograd. Ndërkohë, profesor, 2 të rinj u vranë në Manzë pas një konflikti për një kafe. Daniel Pepa, autori i njërit prej ekzekutimeve, është shpallur në kërkim me 30 vjeçarin që në fakt e ka ndihmuar të largohet. Por si shpjegohet nga ju një organizim i tillë i tyre dhe pse në dukje vrasja, le të themi, ishte për një konflikt të momentit, apo mendoni se ka diçka më tepër se kaq? Jo. Nuk ka qenë. Në fakt, në momentin e parë të gjithë dyshuam që ishte për një kafe, për jo. Ka pasur mbartje të theksuara nga ana e 2 ose më shumë individëve midis tyre për gjëra nga më të ndryshmet, po që në themel janë edhe ato banale, të cilat kanë sjellë një agresivitet që më pas ka shpërthyer gjoja për një kafe, por nuk ka qenë kafeja në të vërtetë. Kështu që konflikti që ka ndodhur fillimisht fizik jashtë dhe brenda dhe pastaj përplasje armatosur jashtë lokalit, ka bërë të besoj policin që është diçka më strukturuar, diçka më agravuar dhe më kompleksuar, që ka përfshirë më shumë se sa vetë viktimat, po edhe personat të tjerë, edhe për mos kallëzim, po edhe për armbajtje, pra shqetësimi madh në këtë ngjarje është munduar të zgjidhet me armë dhe jo me të cilat do kishin shpëtuar jetën e aty 2 personave. Profesor, ditën e sotme, gjykata e Durrësit ka dënuar për jetë Hysén Metën për vrasjen e të atit të tij në Shënvlash në shkurt të vitit 2024. Gjithashtu, gjykata ka dënuar me burg edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Por në dukje, kjo ngjarje ka mbetur ende pa një motiv të qartë. Pse mendoni ju se ka ndodhur kjo ngjarje? Gjykata është mjaftuar me një motiv të përgjithshëm që ka të bëjë më shumë me anën subjektive se si gjykohet sjellja e një babai në familje, por jo domosdoshmërisht kjo në analizë sjell me do e mos vrasjen e tij në ato lloj rrethanash që ne kemi parë. Për më tepër që në atë kohë kryen dokumente dhe u plotësisht që vrasja mund të ishte kryer nga ana e vajzës së tij. Kështu që me të drejtë gjykata ka burgim të përjetshëm për djalin dhe sigurisht edhe dënime të tjera për pjesëtarët e tjerë të familjes të përfshirë në arje qoftë me mos kallëzim, qoftë me aspekte të tjera të fshehjes, kufose kështu me radhë. Do mbetet një enigmë motivi i vërtet, një enigmë që do të mbyllet, besoj, shkalla e parë okay, por do të vazhdojë edhe në apel, mendoj, nëse do të ankimohet, por në motiv nuk do hyjet më për të sqaruar, sepse për organet tona kjo është e qartë, kështu që nuk kam pse të kërkojnë akoma. Por që për shoqërinë, për moralin e shëndosh dhe për një ngjarje që tronditi në atë kohë shqiptarët, ka një enigmë ende e cila jo vetëm është varrosur atë ditë me babain e tyre, por po varroset përfundimisht edhe nga ana autoriteteve gjyqësore në atë dosje e cila nuk e preku dhe nuk u thellua në këtë anë, në këtë element të veprës penale, që është ana subjektive. Faleminderit, profesor, që ishe drejt për drejt me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Mirë, bashkohet me mua në program avokati i njohur zoti Romeo Kara. Avokat, mirëmbrëma dhe si gjithmonë, është kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, Emilian. Kënaqësia ime si gjithmonë me ju. Avokat, besoj se edhe ti e ke ndjekur, pavarësisht se ndodheni në Vjenë, gjykata e apelit ka rrëzuar për të disatën herë kërkesën e Ilir Metës për të liruar nga qelia. Ajo nuk ndryshoi masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa vetëm një vit më parë, pas arrestimit të ish presidentit Meta, dosja e tij është dërguar gjithashtu në SPAK në gjykat, ku ende nuk ka nisur gjykimi ndaj tij. Por pse mendoni ju se ndodh një gjë e tillë? Besoj se nuk ka ndryshuar asnjë nga kushtet për cilat është dhënë kjo masë. Pra, personi fjalë ish presidenti mund të largohet nga vendi
për mendimin tim, sipas parashikimeve ligjore për cilat jepet kjo masë, mund të dëmtoj procesin edhe gjithë elementet e tij, si dhe mund të bëjë një vepër tjetër penale. Pra edhe pse ka pasur masat përsëritura, gjykata ka parë me vend që të mos e ndryshojë këtë masë, pasi i shërben mbarvajtjes procesit dhe integritetit të tij. Por pse avokat, pavarësisht se dosja është dërguar nga SPAK në gjykat, ende nuk ka filluar gjykimi ndaj tij? Kemi të bëjmë me një proces që është shumë kompleks, që në momentet e hetimit janë rreth 3-4 vepra penale të rënda bile, po që kërkojnë hetime të thelluara. Kemi korrupsion, kemi pastrim parash, mosdeklarim pasurish, e tjerë, bashkëpunim, pra janë nga nenet 25, 257, 260 dhe 287 kodi penal të përfshirë aty. Pra vepra penale është e rëndë, personi që ka kryer simbolizon një pushtet pothuaj absolut në këtë periudhë postkomuniste, dhe ka dhe i numër të madh personash, ka dhe shumë të sankcione për të parë dhe besoj organe e akuzës ka punuar mjaft dhe ka bërë punë, pra, ka pas involuar punë për ta çuar çështjen për gjykim, pra. Pra ka pas shumë punë dhe besoj kanë gjetur provat e mjaftueshme për te dyshimit arsyeshëm që ta ngrenë këtë akuzë dhe ta çojë këtë çështje në gjykim. Nuk ose kanë ndonjë. Besoj ka qenë tërkohën aktivitet. Dhe kjo në fakt, avokat, është e disata herë që Meta i drejtohet gjykatës me të njëjtën kërkesë për ndryshimin e masës së sigurisë, edhe pse me rezultat të njëjtë, ai sërish ka mbetur në burg, por si e shikoni ju këtë insistim të tillë të Metës që ndërkohë masa ka mbetur në fuqi edhe nga gjykata e lartë? Po këtë rast jemi në proporcion të drejtë. Meta nuk e heq dorë dhe gjykata nuk e heq dorë. E kam kështu jashtë kontekstit. Megjithatë, ka disa arsye pse ai mban këtë qëndrim. Së pari nuk do ta lëshoj, pra duke ndonjë në mënyrë pasive, nuk do ta lëshoj aq sa ka të mundur një lloj iniciative në proces, pra ka një moment që kur kërkohet masa revokimi apo shurje masë sigurisë, gjithmonë iniciative kalon tek i paraburgosur këtë rast, i arrestuarit. Në këtë rast i shërben për të krijuar presion mbi gjykatën dhe do të shtoj numrin e rasteve që gjykata është treguar disproporcionale këshillëti. Sa më shumë herë ai shkon, mendon që i afrohet edhe më shumë momentit që mundet që gjykata të bindet, të lodhet, ose opinioni, të krijojë një opinion publik i cili të jetë sadopak pro ti, por ajo që unë vëre më shumë është që numrin e shpesh të refuzimit ta përdorin nesër për gjykatën e Strasburgut. Por sipas jush, edhe të mbaj deri diku lart moralin e tij, edhe të atyre pasuesve apo të atyre elementeve që ka pro ti. Se i duhet që me këtë qëndrim të mos heqë dorë dhe nga roli politik që ka, nga protagonizmi politik. Në këtë mënyrë e mban pak gjallë protagonizmin politik. Por avokat, me qenë se në këtë proces edhe masa e sigurisë nuk po i ndryshon Metës, pavarësisht insistimit të tij. Unë kam një pyetje të drejtë për drejtë për ju. A është kjo ndoshta edhe një tregues që Meta rrezikon të shpallet fajtor? Dhe çfarë dënimi rrezikon ai mbi të gjitha? Tani unë jau përmenda, citova nga Kodi Penal, besoj në mënyrë të kombinuar minimumi të jetë 12 vjet burg, për mendimin tim. Tani varet se si ta vlerësoj gjykata, po unë e mora të paktën një kombinim mesatar, një bashkim dënimi në mënyrë mesatare, shihet dënimi më i lartë i mundshëm e tjerë, veprat janë të rënda në parashikim, se mos pastrim parave. Kështu që them, minimumi do të jetë një dënim 10 vjet. 10 e lartë besoj. Dhe tjetra është që
Edhe gjykata ka një bindje që këtu ka një vepër penale dhe prandaj nuk i bashkohet qëllimi i tij për të dalë në lirim me kush ose të jetë i lirë fare, pa masë në arrestin. Përveç prokurorisë e ka atë bindje dhe ka shprehur, po dhe gjykata si duhet e ka këtë bindje. Që këtu ka një vepër penale dhe janë disa vepra të rënda, domethënë, jo për të nënvlerësuar dhe për të toleruar të person. Ndërkohë që e shoh që mundësia më e madhe është pa mohuar prezumimin pafajësisë, si diçka klasike e përgjithshme, universale, po unë mendoj që ai do të marrë dënim. Ndërkohë që sot Meta u la sërish në burg nga apeli, Berisha nga ana tjetër ju ka bërë thirrje demokratëve që të ngrihen në protesta nga Akademia Politike e Partisë Demokratike, ku Berisha ju jepte leksione deputetëve të rinj si Gjingjoni, ku dikush në fakt do thoshte se vetëm deputet të rinj nuk ishte aty pasi vetë Berisha të rinj i nxori jashtë parlamentit. Por, avokat, çfarë leksione politike mund të jap një politikan si Berisha dhe nga ana tjetër pse Berishën tashmë nuk po e dëgjon kush, ndoshta edhe brenda Partisë Demokratike? Tani leksionet më të mira, zakonisht leksionet e vërteta që japin lider nuk janë fjalë që thonë, po janë shembuj. Pra, ai deri tani i ka dhënë, ai dhe Rama dhe Meta, Nano, kush ka pasur mundësi, i kanë dhënë leksionet e tyre të plota, të përsëritura. Edhe këto për te dyshimit të arsyeshëm, i njohim tani kush janë, po i kanë dhënë me shembuj. Pra zakonisht udhëhiqet me shembull, jo lideri jep shembull. Po dëshojmë këto pamje, avokat për shembull te Berisha, vetëm deputet të rinj nuk ka. Nuk e di çfarë do të tregoj Berisha me akademinë e deputetëve të rinj. Dakor, përveç që ka kopjuar në mënyrë të palezetshme Ramën me akademinë që bëri atje, Berisha tani mendoj, në thelb, leksionet që mund të japi Berisha, është kjo që po them unë, leksionet të autokracisë, të vrasjes demokracisë, përvetësimit pasurisë publike, të djegjes vendit për interesat e karrikës tij, të përçarjes të thellë që ka krijuar dhe urrëties që ka futur në popull, të mos pranimit kurrë vërtetës, mos ketë asgjë përbashkë me vërtetën, dhe mund t'japi edhe leksione pasaj të mrekullueshme anti-shqiptarie. Siç janë dhe leksionet e Ramës krah tjetër, se duhet t'i vëmë tani njëjtën peshë, nuk i ndajmë dot, hipokrizi nga koha ke këmbët. Tani çfarë do të shohim ke Berisha dhe tek simbolizimi që i bët me Gjingjonin? Thjesht në mënyrë instiktive, po të tregon që palët janë koherencë. Ka kopjuar, pra po them edhe një herë, ka kopjuar, ka bërë një veprim i cili domethënë duket që për një njeri pa shpresë. Që do të kapet dhe kethia bari në këto momente. Dhe për treguar që jam akoma aktiv, kam akoma çfarë ju ofroj, ka marrë pozicionin elektori. Pra të një kumbari tani të brezit të ri, ti thot atyre që kam akoma unë të mësoj juve. Ndërkohë që pikërisht të kohë, ati i kërkohet t'i hapi rrugën brezit të rinj, nëse ka, ata i shkrinë akademi politike. Ka pasur plane nga Instituti Republikan Amerikan që në fillim të vitit 90 për krijuar akademi politike në fill, kur karrierat kalon nëpërmjet meritokracisë, jo siç ka kaluar nëpërmjet lakeizmin ndaj familjes edhe Berishës njëkohësisht, si lideri i familjes. Tani do t'japin leksione për meritokracinë, ndërkohë që është vetë ai institucioni më i lartë i anti-meritokracisë. Mendoj që janë vonuara, që nuk do të kenë efektin e duhur, askush më nuk çuditet nga retorika e Berishës, nga bagazhi i politik. Çdo gjë në Shqipëri ka ndodhur në ditë të diellit, por më keq në mënyrë të përsëritshme, dhe ashtu si gjykata që ka bindje për dikë, për te dyshimit arsyeshëm kur jep vendimin që e dënon ose e nxjerr
pafajshëm. Ashtu dhe Breziri, kjo dhe për PD-s, ka bindën e plot që Berisha është një qiban i cili po i mban peng ata opozitën, po dhe gjithë Shqipërinë, në funksion të ruajtjes e establishmentit politik, po në dëm të ardhmën e Shqipërisë. Avokat, faleminderit, ishte kënaqësi e veçantë që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt këtu në ABC News. Faleminderit ju, Emilian. Dhe pikërisht, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen pas pak me pas mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.